Këtë profesion kam shumë herët, që në vitet 90-94 kam haruar liceun artistikun në Ufrin në Elbasan. Pata një shkëputje të vogël për çështje e emigrimit të gjithë shqiptarët dhe kam rreth 15 vjet që punoj në mënyrë të vazhdueshme për ditë. Dhe mbaj familjen me pikturën në art. Prandaj edhe e adhuroj, e dashuroj sepse po shkolloj fëmijët me art. Prej 35 vitesh Edison Hysa njihet si vetmi piktor në Belgj. Pasioni për pikturën e ka trashëguar nga gjyshi dhe sot vazhdon të hedhë në telajo bukuritë e Dumres. Liçenet, natyra, portretet e njerëzve dhe punimet me laps zën vendin kryesor në krijimtarinë e tij. Më pëlqen portreti dhe peizazhi. E kam nga gjyshi im. Gjyshi im ka qenë piktor autodidakt dhe piktoronte vazhdimisht. Dhe u rrita me atë lloj fryme, kjo i vogël, u rrita mes ngjyrave. Por unë kam shumë piktura. Unë punoj edhe 3 muaj të verës në Durrës që punoj me portretin dhe është krenari sepse pothuajse në gjithë botën është një portret im me laps i varur në mur. Në gjithë Europën, edhe në Japoni kam qenë, edhe në Afganistan, edhe në Pakistan, edhe në Izrael, në gjithë botën pothuajse. Këto vendet e Europës to nuk bëhet fjalë, në çdo vend. Ma jep puna edhe eksperienca që punoj në Durrës. Së shpejti Edison Hysa synon të hapë në Belgj një ekspozitë me peizazhe dhe portrete të veçanta nga Dumreja.